Letra e babait për Lot djalin. Djali im I dashur dhe fisnik, Allahu të ruajt dhe të mundsoft kënaqësinë e tij. Allahu të lumturoft në dynja dhe në ahiret. Amin. Paqja dhe begatia e Allahut qofshin mbi ty. Këtë letër të shkruaj me dashuri dhe përkujtim, me bojën e zemrës së një babai të përmalluar dhe prindit të dhemshur për dritën e syrit të tij, duke shpresuar kënaqësinë dhe suksesin vetëm nga Allahu. Vetëm atij I lutem të të ndihmoj drejt suksesit, të ruaj me kujdesin e tij dhe të udhëzoj. Dije biri im I dashur se gjëja më e rëndësishme për njeriu është namazi. Kush kujdeset dhe e ruan atë, ka ruajtur fenë e tij. E kush e neglizhon, do ketë rëshqitje edhe në veprat e tjera, madje në humbje edhe më të mëdha. Namazi është shtylla e Islamit dhe pranimi I të gjitha veprave të tjera varet nga pranimi I tij. Nëse ai refuzohet, refuzohen edhe të gjitha veprat e tjera. Namazi është obligimi I parë në Islam dhe gjëja e fundit që do të humbas nga feja. Është fillimi dhe fundi I Islamit. Pa namaz, feja e muslimanit nuk është e qëndrueshme. Veprat nuk përmirësohen dhe sjelljet nuk ndreqen, as në çështjet e fesë e as në dynja, përsa kohë që njeriu nuk e fal atë në formën e ligjëruar. Biri im I dashur, dije se ti gjendesh ndërmjet dy stacioneve të cilat janë ndërmjet dy duarve të Allahut. Stacioni I parë është jeta në këtë botë, dhe stacioni I dytë është takimi me Allahun e lartësuar në ditën e gjykimit. Suksesi në stacionin e parë sjell shpëtim dhe gëzim në të dytin, por nëse dështon në të parin, do të dështosh edhe në të dytin. Namazi është obliguar të falet 5 herë në ditë, ditën dhe natën. Kush e ruan këtë namaz, e fal në kohën e tij, I përmbush shtyllët, kushtet dhe obligimet, do të shpëtojë në ditën e gjykimit. Ndërsa ai që e neglizhon, nuk e fal me rregull dhe nuk I plotëson shtyllët dhe detyrimet e tij, do të përballet me vështirësi të mëdha në atë ditë. Hurejth bin Kabisa, Allahu e mëshiroft, ka thënë: kur erdha në Medinë, ju luta Allahu të lartësuar të më mundsonte një shok të mirë. Ula me Ebu Hurejrën dhe I thash: o Ebu Hurejra, jam lutur Allahu të më dhuroj një shok të mirë. Më mësoj një hadith që e ke dëgjuar nga pejgamberi alayhis salam. Ndoshta do të më sjell dobi në dasht Allahu. Ebu Hurejra, Allahu qoftë I kënaqur me të, pa: e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut alayhis salam duke thënë: vepra e parë për të cilën do të jap llogari njeriu në ditën e gjykimit është namazi. Nëse ai ka qenë I rregullt në namaz, do të shpëtojë dhe do të fitojë. Por nëse nuk ka qenë I rregullt, do të dështojë dhe do të shkatërrohet. Andaj medito, biri im, Allahu të ruajt, se shpëtimi në stacionin e dytë varet nga rregullimi në stacionin e parë. Kije frikë Allahun për këtë namaz. Ruaj dhe madhëroje atë që të madhërohet pozita jote tek Allah. O djali im I mbar, nëse Allahu të nderon me një baba që kujdeset për namazin dhe të nxit, ti inkurajon e të udhëzon për të falur atë, mirë për ty nëse ndihesh I bezdisur prej tij apo të shqetëson prania e tij. Pasha Allahun, ai vetëm po përpiqet të të shpëtojë nga zemërimi I Allahut dhe të udhëheqë drejt kënaqësisë së tij. Vërtet, Allahu I lartësuar nuk kënaqet me ty përveç se nëse je prej atyre që e falin namazin, e ruajnë dhe e kryejnë atë në mënyrën më të mirë.
djali im I dashur. Me të vërtet, pjesë e madhërimit namazit është ngrihesh menjëherë sa po thirresh për ta falur atë, me gëzim, me dëshirë të fortë dhe duke u larguar nga plogështia dhe përtëtsia. Ebul Kasim El-Asbahani ka thënë: është e urryer që njeriu të ngrihet për të falur namazin me përtatësi. Përkundërzi, ai duhet të ngrihet me fytyrë të buzëqeshur, me dëshirë dhe me gëzim të madh, sepse ai drejtohet Allahut të lartësuar. Ai është përballë tij, I cili e fal dhe e pranon lutjen kur ai I drejtohet. Më pas lexoj këtë ajet: kur ata ngrihen për namaz, ngrihen me përtesë. Nëse tek njeriu shfaqen ligështia, lodhje dhe përtatësia, atëherë kjo është vetëm shenjë dobësisë së zemrës dhe plogështisë së saj, si dhe e mosnjohjes së vlerës dhe rëndësisë së namazit dhe pozitës tij. Na ka arritur nga përkujdesja e këtij umeti për namazin me xhamat ajo që ka transmetuar Ibn Mesudi, I cili ka thënë: na ke parë neve, shokët e pejgamberit alayhis salam, që nuk mungonte në namaz me xhamat askush përveç atij që ishte I njohur për nifak, dyfytyrsi. Aq shumë kujdeseshim për xhamatin sa që dikush vinte I mbështetur nga dy të tjerë derisa të qëndronte në saf. Nëse ndonjëri prej tyre nuk mund të este për shkak të smundjes ose moshës së thyer, të tjerët e merrnin prej krahësh dhe e ndihmonin të ecte derisa të rreshtohej në saf me muslimanët për namaz. E gjithë kjo ndodhte sepse zemrat e tyre e kuptonin thellësisht pozitën dhe vlerën e namazit. Kur zemrat e tyre e madhëruan pozitën e namazit, edhe trupat e tyre të dobët vepruan dhe u drejtuan drejt xhamive, pavarësisht dobësisë madhe fizike. Gjithashtu, namazi I sabahut I cili e hap ditën dhe ka pozitë të veçantë, është tregues I suksesit dhe begatisë në jetën e njeriut. Ai që e ruan këtë namaz ka shenjë suksesi dhe gëzimi gjatë gjithë ditës, ndërsa ai që e humb përjeton humbje në tërë ditën dhe largim nga bereqeti I saj. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: shejtani lidh pas kokës së secilit prej jush kur fle 3 nyje. Pastaj godet çdo nyje dhe I thot: ke natë të gjatë përpara, ndaj fli. Nëse zgjohet dhe përmend Allahun, I zgjidhet një nyje. Nëse merr abdes, I zgjidhet nyja tjetër. Edhe nëse falet, I zgjidhet edhe nyja e fundit. Atëherë ai zgjohet I gjallëruar dhe me gjendje të mirë. Përndryshe zgjohet I përgjumur dhe I plogësht. Kjo është gjendja e atij që lë namazin e sabahut, I cili e kalon gjithë ditën me përtatësi, ndërsa ai që e ruan namazin e sabahut duke e falur në kohën e përcaktuar dhe me xhamatin e muslimanëve, e gjithë dita e tij do të jetë e bereqetshme, plot mirësi dhe lumturi. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: kaluam pranë një burri të shtrirë, ndërsa një tjetër I rinte te koka me një shkëmb në dorë, dhe ja hidhte shkëmbin në kokë e atij qaj koka. Shkëmbi rrokullisej në një anë e ai shkonte pas shkëmbit dhe e merrte përsëri. Nuk kthehej tek tjetri derisa koka e tij ishte shëruar ashtu siç ishte. Pastaj ai kthehej dhe bënte me të siç bëri herën e parë. Më pas u tha në fund të kësaj: sa I takon atij burrit parë që ju afruam dhe që I qaj koka me gur, ai ishte njeriu që I erdhi Kurani, por ai e refuzoi atë dhe fjetin kohën e namazit të obliguar. Dënimi I tij I shprehur me çarjen e kokës nga shkëmbi ishte për shkak të gjumit gjatë kohës e namazit të obliguar, e vendi I gjumit është koka. Biri im I çmur, merri si shembull të parë të tu devotshëm. Ueki bin el Gjerah ka thënë:
Elameshi ka qenë rreth 70 vjeç dhe kur nuk i ka shpëtuar tek biri fillestar. Kam shkuar tek ai afërsisht 70 herë dhe asnjëherë nuk e kam parë të plotësoj qoftë edhe një rekat vetëm. Gasani ka thënë, më ka treguar biri i vllait tim, Bishr bin Mansur, se ka thënë, kur nuk e kam parë xhaxhain tim t'i ketë shpëtuar tek biri fillestar. Muhammed ibn Semea ka thënë, kam qëndruar këtu për 40 vjet dhe kur nuk ka ikur tek biri fillestar me imamin përveç ditës kur vdiq nëna ime. Atë ditë më humbi një namaz me xhamat. Ebu Davudi ka thënë, Ibrahim ibn Mejmuni, një argjendar dhe njeri i mirë, u vra nga Ebu Muslimi në vendin e quajtur Aremdes. Është thënë se sa herë ngrinte çekiçin për të punuar dhe dëgjonte ezanin, e hithe me një herë atë për tokë. Biri im i dashur, namazi është drejta e besimtarit dhe ndriçimi i zemrës tij. Ai është lidhje e drejt për drejt ndërmjet robit dhe Zotit tij. Nëse namazi kryhet siç duhet, duke përmbushur të gjitha veprimet e tij të obliguara dhe të pëlqyera, e kur zemra është e pranishme, që është thelbi i namazit, atëherë robi me të hyrë në namaz ndjen sikur ka hyrë në praninë e Zotit të tij. Ai qëndron përpara tij si një rob i përulur, i edukuar, i vetëdijshëm për çdo fjalë e veprim që bën, i përqendruar në komunikim me Zotin e tij duke e lutur dhe adhuruar atë. Nuk ka dyshim se kjo është ndihma më e madhe për të gjitha virtytet dhe veprat e mira, si dhe pengesa më e fortë kundër gjërave të ndaluara dhe të urryer. Profeti Muhammed alayhis salam ka thënë, nëse pranderës së ndonjërit për jush do kishte një lumë dhe ai do lajë në të 5 herë në ditë, a do mbete ndonjë papastërti tek ai? Ata thanë, jo, nuk do të mbetej asnjë papastërti. Pa, kështu janë 5 kohët e namazit. Allahu i shlyen me to gjunahet. Lusë Allahun bujar që të t'jap sukses në madhërimin e tij dhe në ruajtjen e namazit, që ta falesh atë në formën më të mirë, të ta hap gjoksin, të t'i lehtësoj çështjet edhe të ta lartësoj pozitën në të dy botët. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammed, mbi familjen dhe mbi shokët e tij. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ty. Babai yt që të do.